Okej, do bëjmë pull, sa ushtrime pull? 4 pull. 4 pull. Pull bën dhe 3 biceps. Okej, super fare. Nga që unë jam në pjesë për përgatitje dhe është pika ime e dobët, që unë të fokusohem qik më së shumti dhe nisë zakonisht çdo fazë vitore, si push, si pull, kurse ku janë këmbët, neglizhohet edhe. Po, shu kryesisht sa sete pune ose sete nxehme bën. Që ke kështu ta. Sete punuse? Po, sete pune. Që ke aty jep maksimumi, do të thënë. 3. 3 sete. 3 është maksimumi. Okej. Por sete warm up, nuk besoj shumë. Nuk para bën. Nuk besoj shumë, se përderisa ke bërë një ushtrim e zëmë, nëse marrim gjoksin, me që është musul qik i madh, nëse zëmë ke bërë një shtytje për lart, nuk e pse të bësh prapë. Do me thënë, qofse ke gjoksin e nxehur, futesh direkte për set puna apo bën direkt shtytje punë. Okej. Nuk mund të ndryshe nga makinerit që përdor. Kjo ndje më e lehtë apo? Jo, është shumë e rëndë në krahasim me atë që bëj unë. Do të për shembull aty tek puna unë e çoj full stack, i vë dhe një plak vjeshtë sipër dhe prapë do të shkon shumë lehtë. Kurse kjo ta e direkt. Nëse se gjithmonë kur vin shumica këtu thonë duken të lehta. Jo. Që ti më ta isësh peshën, unë me këtë peshë punoj zakonisht. Jo, unë aduktoret i kam bërë, kështu që unë nuk dua. Prapë më garkes. Kam gjithë javë që i bëhe më ndryshë shumë. Zakonisht, ndështim shkon, apo? Atëherë, nga që stërvitën full body edhe me peshë zakonisht të rënd nuk shkoj deri në dështim, e lë një përsëritje në rezervë. E lë një në rezervë. Do me thënë qofse pesha është e rënd, sepse qofse do stërvitën me peshë pak më të lehtë që i kam përsëritjet më të larta, shkoj në dështim. Që e kam varësi të peshë. Unë një kohë e provova këtë full body dhe mirë më duk. Po ke parasysh kur fillon e bën më shumë progres, të duhet diçka më tepër edhe. Full body mendoj që është një ndër stërvitjet më të mira që një fillestar mund të bëj, paktën 6 muajt e para deri një vit. Pastaj mendoj që upper lower diçka e tillë kalosh kur bësh më i avancuar. Për mendimin, progresimi im nëse do i ndaja stërvitje ishte full body fillimisht. Sa kohë për full body, upper lower, pastaj nëse edhe nivel akoma më lart, push pull legs. Kjo mendoj që është progresioni i dur. Preferum. Ose 6 deri në 10 ose total failure. Nëse është full start ose të hënën bëra stërvitje me Dionin, edhe Dion Haxhin, edhe Dioni pak a shumë të njëjtën metodologji si ty ka pak a shumë, që 6 deri në 10 mante si rep range preferuar edhe deri në mira, mund të jetë më e mira për disa, po mua personalisht më ka funksionuar shumë mirë. Okej. Që bëjnë, edhe thonë, kisha edhe 3 të tjera, pse nuk i bëre? Ka plot në ato. Mendoj që edhe të shkuarit në dështim është aftësi. Jo, flasë me thënë, ti e di sepse e di çfarë do të thotë dështimi, po për i fillestar mendoj që është pak e vështirë dështimi, që të thosh e shumë, sepse disa mendojnë që lodhen te para crown të rast ose lodhet fërmare dhe mendojnë se shkojnë dështim. Tash po bëre edhe ima tepër, nuk thotë gjë kohë si themin edhe. Do bësh më i madh po bëj një më shumë. Peshën ti e man po të njëjtën, po qofse kap 10 për shembull tek seti i parë, po ti që të kapësh, do të 8, si e ke si metodologji pune? Që bëj edhe setë dytë mund të bëj 10 so, pastaj nëse e shoh që ka shumë overload, rispesh. Po.
Po kështu, pre-workout meal, konsumon? Pre-workout kryesisht një bananë dhe mjaltë. Pre-workoutin natural. Nuk është se marr në gjë të madhe. Apo po para kështu e bëja si ty, po tash nga që ka filluar seriozisht, thjesht Çfarë vakti hati kryesisht? zakonisht patate të ëmbël me fileto. Po, Kaq? Vetëm kaq? e perim, e gjë po. Gjërën, po. Gjithmonë duke marrë parasysh në sasi më të pakët. Po, mos kesh Bloating. stomak, po. Po. Ja. Nice. Okej. Edhe një bashkë. Fort. Bravo. Over. Kë variant do bëjmë? E do bëj këtë. Okej. Po bëj që të kemi çikatura si torto shell. Që të hapet si zhguall breshke, po. Kom parë si shua që ka për një tuf muskush, preferoj repin 8. 8 ose shumë. Vetëm 8 apo 6 deri në 8 si e ke? 8. Do të thotë bëjsh high workload. Por përpiqem që forma të jetë sa më e saktë, pa dëmtuar vetes si gjithmonë. Sa për shembull forma ka plot persona që rrisin peshën edhe forma prishet. Edhe un jam avokati i asaj gjëje që përsëritja jote e fundit duhet duket si përsëritja jote. Po. Da ka mos qenë keq. Përpiqemi. Po? Dikush e bukur tani të kujtova. Vetëm këmbët s'kam bërë me një person tjetër. Po janë të rënda. Jepi. Bravo. Si erdhi Novka Major edhe një herë? Major. Parasysh, kjo fillova punë kamarier. Fast food, do thotë ato kërkimet e mia. Edhe guzhinier, më ka që i pa provokuar se kupton, edhe u vija vetëm me karotere palestre. Edhe më thonë mu, bëhesh me palestër? Po, i thashuna. Qa ke nojzë nga bëri? Po, zjo me thashuna. Po, bodyguard majorit. Asi gjë, do të qyrë majore. Edhe të shike parasysh a i të shunaku, adolescent, sa kësha mbaru gjimnazin. Edhe shifsha vetën, major, Po një, s'po ta për shqepin i thashuna, dhe vendos aty në bio major bisha. Dhe kur plasi kjo në zvërnet, edhe më shkushin që gjithë në Instagram, ishe titulli major, dhe të rrasi mena në burë. është edhe këtë pjesa pasaj që si vjetë morë nofën mutant. Si Mick Walker, ajo është ndër idhujt e mi në bodybuilding, po pa i fare që ka qenë, është Arnoldi. Arnoldi. Frymëzimi i parë. Arnoldi mendoj është i gjithë, po, është i pavdekshëm për kohën. E di kush është konkurrenti më i fortë këtë jetë? Ai që ke përba. Pasura. Nuk e di se ti je i moshë e re, mase ndryshon çik puna, po shoh shumë persona mosha jote që nuk ndjehen mirë, edhe i futen në një rrugës që nuk duhet për shembull, se ti ke super genetik. Edhe ai thjesht stërvitet si ty, po nuk shef rezultatet e tua, ndërkohë që do kohë, po? Natyrisht. Edhe këtë pjesën për saj, pjesa e steroideve dhe këtyre i duket joshtë, dhe kjo është diçka që kanë bërë tek breziri, janë të paduruar për këtë pjesën. Kërkoj rezultate të shpejta. Po. Kërkoj në punë pa u lodhur. Edhe një tjetër bashkë. Hold. Bravo. Okej. Lifti joti preferuar? Dikur ka qenë squat, e kisha qef squat. Po hak squati po bëhet i preferuar tani.
Ti ka ke? Tash më përpara të pas sa për fillimi im shtanga. Bench shtrir apo Shtrirë dhe fakt interesant nga mua, unë bëja calisthenics më përpara dhe kam qenë gati 60 kg dhe si fillimi i palestrës isha i shok edhe më thoshte mu bëjmë palestër. Okej, thoshe çfarë do bëjmë parë gjoks. E preferuara ime i thash. Do bëjmë shtangën i thashua. E sigur ta bëjmë me çfarë shtaga? Po i thashua. Kjo këtu i thash. 95 kg i thashua. Si për radhë, jo 95 kg i thashua. Po një orë fillestare bëri. Po shketi thashua, vetëm i mbrapa i thashua. Jam ullur në shtagë dhe e ke pasur është ajo life or death. 5 reps, 95 kg shtagë. Kam parë që gjithë edhe jam habitur. Domethënë që i po thas atë isha 16 vjeç. Forcën e kam që genetike me thënë të drejtën, sepse kam kapur 120 kg shtangë pa si suplement. Jam habitur rrok, kur kam parë fizikun në 17 vjeç që kishte ardhur prerjet shumë herë më mirë se vitet e kaluara. Se për me të kaj që e ikam. Sa kalorie duke marrë të tani? Tash jam në mini cut, aty tek 2800. 2800? Të ndaja si, sa proteina, sa karbohidrate, sa yndyrë? 300 gram karbohidrat, 220 protein. E ndan në një ditë që ke high day, low day për carbs, apo e më standarde për kohë? Standarde. 2 javë kam standarde, pastaj e bëj high. Okay. Hold it. Bravo. Ko apo kundër ego lifting? Për ego lifting? Kundra, realisht sepse... Shiko, nuk e di der qa ekstreme i qunë t'i ego lifting, se... Po, derisa të doptosh vetë. Atëherë jo, kundra. Jashtëzakonisht kundra. Në të sport, qofse bën ego lift nuk e je gjatësi. Që totalisht kundra. Nuk e di, ti qa mendimi ke po. Edhe unë, qive, aty që si çdo fillestar bërë ato të vetë, ato unë personalisht kam bërë ego lifting, derisa e kuptova që priti sekond, jeta vazhdon atë. Se, çfarë do bësh? Ose do përfundosh me herë diskale, ose me herë cervikale, ose me kputjet e ndine, gjithçka. Ose tjerë po. Kur ishe momenti që e kuptove këtë gjë? Në moment që desh kur fillova palestra seriozisht. Sepse ke parasysh unë bëja pa program. Po. Nga gjithë muskujt të ke më të mirë estetikisht, po dhe nga forca. Që mendon? Tashi supin. Supin të gjithën atë në supin para. Supin para kam shumë overdeveloped. Po, shpinën që e trajnoj me qef. Ka qenë ai muskull që unë e preferoja shumë sepse ajo është ajo që tregon komplet. Këto ushtrime nuk shojt dështim. Thjesht bëj 12 sopa edhe lërse. Është thjesht sa po të Thjesht aksesor. Kam
ishte që kur bëj me partner, e në që do të shtoj njërë vetë, Pastaj je filtër. Kryesisht të videosh vet apo gjithmonë me partner? Unë zakonisht të bëj vetë shumë rrallë nuk bëj me partner. Po do që partneri tjetë të stoj meqi me më. Mendon se do kishe më shumë progres nëse do kishe i partner që t'ishe meqi si ty? Që të shtynte? Ja, Ja. më mirë vetë. Më mirë shtynë vetë. Nice. Gjira me madhe që ke ngritur? Kërket. Në këtë ushtrim apo në çodalli Në ushtrim? shtytje. 5 vjeçet. 5 vjeçet kam më shumë, po nuk është se bëjmë me gira realisht. Besoj ti e ke kap 6 vjeç apo jo? 90. 90. 90 kilo për dorë. Ku ka gira 90 që nuk i di kam. Me sajit. Bravo. I preferon këto? Cold plunge, sauna, i bën rregullisht? Po, do thot aty ku që unë për instruktor loti, aty kam, do thot, të leju është. Pra, sa grade bën cold plunge-in? Sa të ftohtë? 5 grade. Nice. Po, E di, me dimoni, e di se e kanë provuar vetë është. si që është ajo, metoda e biskotës me qumshe, do me thonë, avash, Që mos, po mos të shkriftohet. Ashtu. Nice. Oh, Dhe një bashkë. hop! Bravo! Ke shpinën kryer me sukses. E një biceps, Cable curl, cable curl, dhe hammer curl, super. për biceps preferoj më shumë high reps. High reps. High reps sa? 2.5. 12-15 minuta. Në cables. Se të gira varet. Që ose është një klasik dumbbell curl, preferoj 8 deri në 10. Pastaj, Mendoj që ka të bëjë dhe ngarkesa sa ke aty apo jo? po, natyrisht që ka të bëj shumë nga kesa. Kesa ka të bëj shumë. Të pyetjen, thosë ja kanë bërë që të gjithë tani. Qofse do kishe vetëm 10 ushtrime që bëj gjatë gjithë karrierës në bodybuilding. Kush do ishin ato? Prandaj është e vështirë. Nga seriosisht se ka shumë edhe. Për të preferuar ato mirë. Nga Ti e di. mos nis nga këmbët. Okej, nisë nga këmbë. Atë si për këmbë. Front squat, Okej. RDL. Për pjesë natë. 2. Një klasik pull down. Okej. Dhe ose hammer roll, Okej. ose dumbbell. Okej. 4. Incline press, Incline press me Smith. është e preferuar ime. Okej. Dips. Okej. Weighted. 6. Weighted dips. 6. Supet dhe krah. Edhe muskullet e barku që ose të ashtu që i pëtë. Mos këtë e parë. Për supet. Një overhead press, Okej, qa këtu qa kapje? militari. Military press, Military okej. press. Dhe rear. Rear ka rear fly, okej. Ka mbetur edhe 2 për krahët. Klasik. Barbell curl. Barbell curl, Dhe skull crusher me skull crusher. Super. Kjo ishe lista edhe.
ti për shembull preferon nga më tepër shtrimet compound, nuk është të zgjodhe shumë makineri. Është tjerët i alternojnë, ca këthan edhe compound pa edhe makineri. Ti je më tepër për shtrimet e lira. Po, është shumë kjo school. Që kemi çik të kundërt tek kjo pjesë. Unë jam më tepër tek për sa i përket hipertrofisë preferoj më tepër makinerit. E kam më thjeshta mbi ngarkoj atë se normalisht për shkak të stabilitetit edhe kjo. Po jo se. Okej, se është sepse nuk e përdor makinerit. Sepse gjithmonë i syej. Okej. Kjo meriton medaljen deri atëherë, qofse i thyn në rregull. Një fakt interesant, unë pardje bëra shpinën dhe kisha ngarkuar gati 195 kg deadlift. Okej. Deadlift, ose kisha vendosur për shrugs dhe momenti që unë jap 1, 2, të repi fundi që e çova komplet total all failure, u prishën susat. U prishën makineria. Spithi iku, do thonë, si s'quhet. Okej. Mirë, thuj për narit që të marri vegla më të mira atë. Fakti interesant është se kjo më nga aty 60 kg, dhe të thash, kam vitur më dhe file për dorë, ku ka qenë periudha e definimit. E definimit, s'ke qenë asë ma. 3 ditë garës. E bukur e ishte erdi një bashkëpunëtar im, nga pesha amator që e bërë. Bëj, i thash. Ja se jam dhe pëse zonë qëta dhe nuk do të riskoj i qoksin. Jo po X, jo po leva. Science-based. Science-based. Ku jam unë, është pyetja, ku e shoh? Po, ku e shoh vetën? E shoh veten më tepër evidence-based, se sa science-based. Si? Kaptora. Më thënë, jo se jam kundra shkencës, po kam atë pjesën që në njërë gjëra të shohet në ekstrem, edhe rasti konkret për shembull, ka plot persona që fiksohen për shembull pa diun. Do bëj këtë ushtrimi këtu që të kap këtë pjesën e vet këtu, ndërkohë që ai crown e ka kaq. Edhe kjo gjë nuk pëlqen domethënë që stërvit njërë gjërat bazike. Krijo masën tek ato, pastaj fokuso te detajet. Se nuk je ti një lloj si i bodybuilder që ai detaj vogël i bën shumë ndryshim skem. No, ti je thjesht për qef. Dhe kjo gjë nuk pëlqen te science-based, domethënë që hajde gjejmë gjën optimale për këtë për të. Se dhe ta ka thonë aktualisht që është dytu farë. Klavikur Po. dhe sternale. Jo po doj hapjen një, do kapi pjesën abdominal sternale. Jo. Ja sot do ose i flat press ose i cable fly, dhe mos e shumë. E vetmja gjë që mendoj unë që nuk i duket e vija është se një raf parë ose nuk e mas, ose dy e shumë i shnoshi. Këto të dy. Këto janë ato dy që Okej. Si e ndavëm? Cable apo me gjyre? Cable, okej. Vetëm garën e krybjen të torë do bësh, apo nuk do marrësh me në i vend pjesë tjetër? Në i majtëzi, në i kështu? Të shoh si do jetë rezultata. E kam regjistruar, po të shoh si do shkoj. Më thënë qefi ta ka që të karosh edhe në i vend tjetër, po të shikosh si do të dalësh është. Ti je Classic Division, apo? Do të futa open, po me risk, sepse do të jesh pesh shumë madhe. Tash për momentin jam 57 kg. Po. Preferoj të kapi 105. Përpara 105. Nëse unë do thëra më tepër klasiku do të shkonte më mirë, po qofse të pëlqen openi. Open.
Kisha është mirë të diatistive të shëtë tamam aty kulturë, që të sjellin. Te vështim. Shiko, mendoj që edhe në fillim nuk e kam bërë si duhet, kështu që nga gabimi mësoj, po është edhe pjesa tjetër që duhet t'jesh edhe çiki përulur që prapë se prapë çdo lloj niveli t'jesh marrësh këshilla. Jo se u bëre i madh me thënë edhe të vini tjetër që thotë shiko, mendoj që ky ushtrimi mund të bëhet më mirë kështu dhe ti do të bëj pse kush u bëri ti. Këtë lloj gjëje me thënë nuk e kam qef. Preferoj jam i hapur ndaj këshillave dhe ashtu. Na lejoj nëse mund të thoya po bën gabim. Okej, në rregull. Nice. Po kështu sa vati fetje tani, apo s'tash se ke matë? Me syrin të sa mendoj që te 14% që? Jo, më pak. Më pak? 12? Me hap. Ha të ndër të 12. Edhe i tjetër bashkë. Kaç. Sa të seti shike? Kaç? Tani... Okej. Çek poza ke preferuar ti që do më mësosh në gjë kështu më publik? Kat vakumi se bëj të plagosh. Ashtu vështirë, po piqen. Ta mësoj, po ja çaf fuka ushqim për kohë. Okej. Kaç? Do të thosh, bëj. Si është këtë? Kështu? Ose ja. Tu? Aha. Ai hap. Kështu. Okej. Pastaj ka spreading bravo. E një dhe qapa, ja? Do të kesh si vjen me hap këtu kështu po. Po, kështu? Do të më kështu. Kështu si. Okej. Duhet ta përkullet të kështu. Do të ndajë tu pasaj. Që të nxjerrësh pa dhe të kështu. Okej, të më mësoj pak më shumë si. Edhe kishe edhe këtë pozën e që tha kështu. Po, do të thonë çon. Pjesë do të Persona persona që është këtu, edhe sa shumë të edhe. Super. Mësel, më ishte kënaq si bisha. Tani, për këta ku mund të të ndjekin? Instagram dhe TikTok. Si ke handling? Rixel, Del, ose Major Mutant, ku shpiresh edhe Del. Të të dyja ashtu, YouTube nuk është e kjape. Jo. Po përpishet të hapi kanal, po Okej, jemi në atë fazë që so të gjirim në video, Shkajnë. Shkajnë si? Që në video.